Akset e Juglindjes në shi, në Roshket Mali dhe bllokohen, në Borë I bllokon Ngrica për shkak të pakujdesisë. Tani fillon dielli, dormohet betoni prej dhe shkërmoqet betoni prej diellit. Në fakt nuk është asnjëra prej tyre korrupsioni, por shkatron në mënyrë periodike në fakt në këtë aks rrugor jetën e qytetarëve, të cilët po e paguajnë fatkeqësisht në rrugën e torturës, mund ta quajmë, po e paguajnë në paratë taksave të tyre torturën e njërë e ca kohë në të gjithë aksat e këtij segmenti. Pas me është Dragostunja, pak më poshtë se sa fshati Dragostunja në aksin Lugashtë-Prenjas, I cili është shembull një rrugë që ka vite që ekziston, një rrugë e gjetur gatshëm nga qeverisja e Partisë Socialiste, por babëzia e korrupsionit edhe në këtë rrugë ka sjell pasoja. E keni parë në pamjet e televizioneve se si babëzia për të fituar në çdo cep vende që eskavatorët dhe kamionët të kafshonin lumin shkëmbim, çka ka pasjell këtë pasojë që po vuajnë prej ditës qytetarët shqiptarë, të cilët nuk kanë as rrugë alternative. Pak më poshtë rruga e Çukës Qaflloç, e nisur dhe të nderuar në 2013 me 70 milion euro, ka shkuar 300 milion euro për të shkurtuar 10 minuta, por ndërkohë nuk është në funksion edhe sot e kësaj dite. Dhe unë nuk e kuptoj, ndërkohë që korrupsioni ka bllokuar të gjithë Juglindjen dhe një pjesë të rëndësishme të territorit të Republikës së Shqipërisë, kush e bllokon prokurorinë që të shkojë tek Çukës Qaflloç, tek rruga këtu ku jemi në Lugashtë-Prenjas, por pa diskutim, një rrugë tjetër që skandalizoi gjithë qytetarët shqiptar ishte edhe aksi Maliq-Strelc, I cili rrëshqiti për shkak të mungesës së ekurit në mbrojtëset e rrugës. E njëjta rrugë e cila sot është shfaqur si alternativë nga qeveria për të kaluar qytetarët, ka devijuar dhe ka shkuar në malet e Strelcës, rruga Korçë-Gramsh, për të favorizuar kompaninë Devol Hydropower. Korrupsionin në këtë vend nuk bëhet vetëm në një palë. Qeveria është përgjegjëse edhe në kushtet e një vendi demokratik apo me standard perëndimor, por këtë arsye qeveria duhet të ndriçej. Por qeveria nuk ka interes në rrestin e qytetarëve, nuk është e shqetësuar për të gjithë peripecit që përballojnë qytetarët, është interesuar vetëm se si të fitojë dhe të përfitojë bashkë me kompanitë mirëmbajtëse në disa raste, bashkë me kompanitë që po kryejnë punimet në raste të tjera, apo kompanitë të cilat duan të përfitojnë në mënyrë të shpejtë, siç ishte kafshimi i lumit dhe siç në fakt po shkatrojnë gjithë Shqipërinë. Kështu që pa diskutim I bëj thirrje jo vetëm strukturave qeveritare, ato që kanë përgjegjësi për të vinë dhe të përqendrohen këtu për ta zgjidhur çështjen, por edhe prokurorisë posaçme, por edhe prokurorisë së rrethit, për të bërë të mundur vënien para përgjegjësisë të njerëzve të papërgjegjshëm.